Bazuar në kalendarin shkollor, nxënësit e arsimit parauniversitar nga nesër nisin pushimin pranveror, megjithse 9 ditë pushim bashkë me vikendet, por prilli sjell edhe ditë të tjera pushimi për shkak të festave zyrtare, duke e quar numrin total të ditëve pa mësim në 6, ndërsa ditë pune vetëm 16. Mësimdhënësja në shkollën fillore Kölmen Rizvanolli na tha se procesi i vlerësimit shkoi shumë mirë. Procesi i vlerësimit po shkon shumë mirë, deri tani vetëm janë vlerësuar, pasi sot është vetëm edhe dita e fundit për këtë 3 mujorsh. Klasat e para dhe dyta nuk kemi vlerësim, ndërsa tretat, katërtat dhe të pestat janë vlerësuar, meqense instrumentet e vlerësimit janë përcaktuar, do të thotë prej fillimit vitit shkollor, mbas atyre instrumenteve, kështu edhe janë vlerësuar nxënësit. Edhe nxënësit u pan të jenë të përgatitur për pushimet pranverore. Jena të shku në shpe dhe jena të përgatit për pushimet pranverore. Pastaj me 14 prill kena më kthy në shkollë dhe kena më mësu gjëra të reja. Nga ana tjetër, profesoresha në shkollën ekonomike Kadri Kusari shprehu se nuk parashikohet ndikimi i ditëve të pushimit në planifikimin mësimor të muajit prill, megjithse numri i ditëve të punës është i vogël. Mendoj që na do ta gjejmë një zgjidhje si zakonisht që e bëjmë. Kështu që do të jetë 100% plani i realizuar, ose mundet me pas për shkak të festave dhe pushimeve që janë, mundet te disa land mes mu përmbush, te disa land përmbushet. Varësisht çu i bjen orari i mësimit me festën në radhë. Ndërsa nxënësja Argenita Shala nga shkolla ekonomike tha se procesi i vlerësimit po zhvillohet siç duhet, duke marrë parasysh të gjitha mjetet e vlerësimit si esej dhe teste. Mendoj që do të ndikojnë në mënyrën pozitive, duke na dhënë mundësi për mu përgatit më shumë edhe me qenë më të gatshëm. Në shkollën tonë jemi drejt përfundimit të procesit të vlerësimit, por shkon në mënyrën e duhur, duke marrë parasysh të gjitha instrumentet, duke përfshirë këto projektet, esejt, testet e të tjera. Megjithatë, është e rëndësishme që nxënësit dhe mësimdhënësit të mbajnë ekuilibrin mes pushimeve dhe mësimit për të arritur rezultatet më të mira të mundshme.